Ministrja e Shtetit dhe kryenegociatorja për integrimin në BE, Majlinda Dhuka, foli këtë të mërkurë në ditën e fundit të samitit të 4 të diasporës për rolin e diasporës shqiptare në Bashkimin Evropian. Dhuka u shpreh se Shqipëria ka nevojë për kontributin e pjesëmarrësve të diasporës në transformimin e vendit. Prandaj ne kemi shumë nevojë për ju. Për së pari kemi nevojë për eksperiencën dhe përvojën tuaj. Kemi nevojë për modelet e biznesit që ju njihni dhe i keni zhvilluar në vendet nga vini me standard. Kemi nevojë për njohuritë tuaja për teknologji, risi, mënyra të bërit, të cilat ju i njihni për shkak të eksperiencës që keni në vendet nga vini. Ministrja u shpreh se emigrantët shqiptar përbëjnë kapitalin më të çmuar të vendit, duke theksuar se po punohet për ngritjen e programeve të bashkëpunimit që synojnë përfshirjen e tyre aktive në përputhje me interesat dhe kontributin që ata mund të japin. Dhe ju jeni zëri ynë atje. Ne kemi programe me anë të së cilës ju mund të punoni me ne në distancë po ashtu, duke ofruar kohën tuaj sipas mundësisë dhe dëshirës dhe fushës së interesit. Dhuka gjithashtu bëri thirrje diasporës për forcimin e imazhit të Shqipërisë, duke i nxitur një angazhim më të madh në promovimin e investimeve dhe tërheqjen e turistëve të huaj.